إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që I e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata shumt dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit. Në vijim robër të Allahut, sot do të flasim për lindjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe për rritjen e tij. Pra për lindjen dhe rritjen e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lindi jetim në ditën e hënë në muajin Rabiul Awwal, në vitin e elefantit. Gruaja e parë që I dha gjia atij ishte Thuaibja, robresha e xhaxhait të tij, pra Abu Lehebit. Pastaj e dyta ishte nga fisi Benu Sa'd ibn Bakr, e cila quhej Halimatu as-Sa'diyya. Atje në shkretëtirën e Benu Sa'd ibn Bakr, atij sallallahu alaihi wasallam I ndodhi ngjarja e çarjes së kraharorit. Ndaj nga Anas ibn Malik radiallahu an transmetohet pra se ai duke treguar për këtë ndodhi thot se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam teksa po luante me fëmijët, tek ai erdhi Xhibrili alaihi salam, I cili e mori atë, e shtriu për tokë dhe ja çau kraharorin. Pastaj ja nxorri zemrën dhe prej saj nxorri një copë të zezë gjaku dhe tha, kjo është pjesa e shejtanit. Pastaj e lau në një enë prej arje me ujë zemzemi. Pastaj e bashkoi dhe e ktheu në vendin e saj. Ndërsa fëmijët vrapuan tek nëna e tij, do me thënë tek gjithënësja apo kujdestarja e tij, dhe thanë, vërtet Muhamedi është vrarë. Kështu ata e morën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që ai ishte I zverdhur. Pra kur e morën atë, e panë që ishte I zverdhur, kishte ndryshuar ngjyra e fytyrës së tij. Anas ibn Malik radiallahu anhu thot, unë shiha gjurmën e asaj qepjeje në kraharoren e tij. Pas kësaj ngjarje, gjithënësja e tij u friksua për të dhe e ktheu tek nëna e vet. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetoi pranë nënës së tij, ndërsa pas vdekjes së saj, ai u kthye tek gjyshi I tij Abdul Muttalibi, I cili e mori në përkujdesje dhe u tregua tepër I dhëmshur ndaj tij, me një dhëmshuri që nuk e kishte treguar për fëmijët e vet. Ndërsa pas vdekjes së të gjyshit të tij Abdul Muttalibit, në moshën 8 vjeçare, atë e mori në përkujdesje xhaxhai I tij nga babai Abu Talib, I cili ishte I mëshirshëm me të. Mirë po Abu Talib kishte pak pasuri dhe jetonte në vështirësi ekonomike. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam punoi baridelesh si ndihmë për xhaxhain e tij. Pra punoi duke kullatur delet e banorëve të Mekës. Ndaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allahu nuk ka dërguar asnjë pejgamber veç se ka kullatur dele. Pra çdo pejgamber ka qenë bari delesh. Shokët e tij thanë, edhe ti? Ai tha, naam, kuntu ar'aha ala kararita li ahli Mekka. Po, unë I kullotja ato për banorët e Mekës,
kundrejt disa kirateve, pra kundrejt disa monedhave të vogla të dinarit. Ndërsa pas kësaj, i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam u mor me tregti. Kështu nga Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: Abu Talib doli për në Sham dhe me të ishte edhe i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam bashk me disa pleqsh nga Kurejshët. Kur ju afruan murgut, do më thënë Buhejras, kështu quhesh, kur ju afruan murgut, zbritën dhe vendosën plaçkat e tyre. Atëherë murgu doli tek ata, ndërkohë që më parë ata kalonin pranë tij dhe ai nuk dilte as nuk u shkonte, pra nuk u kushtonte fare vëmendje atyre. Abu Musa al-Ash'ari thot: ai murgu pra zbriti tek ata, ndërkohë që ata po vendosin plaçkat e tyre. Ai filloi të kalonte në mes tyre derisa erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Ja kapi dorën dhe tha: ky është zotriu i botëve. Ky është i dërguari i Zotit të botrave. Allahu do ta dërgojë mëshirë për botët. Pleqët e Kurejshve i thanë: nga e di ti këtë gjë? Ai tha: kur ju shfaqet nga kodra, nuk mbeti as një pemë dhe as një gur veç se ra në sejdë, dhe ato nuk i bëjnë sejdë as kujt tjetër përveç se një pejgamberi. Unë e njoh atë edhe nga vula e pejgamberisë poshtë kërcit të shpatullës së tij. Pastaj u kthye dhe u përgatiti ushqim atyre. Kur u asolli ushqimin, profeti sallallahu alaihi wasallam ishte duke kullotur dhe vet. Ai tha: dërgoni dikë që ta thrisni. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye për të ardhur tek ata, ndërkohë një re nga lart po i bënte hije. Kur afrua tek njerëzit, murgu tha: shikojeni, mbi të është një re. Dhe kur u afrua tek njerëzit, pa se ata kishin zënë hijen e pemës para tyre. Pra të gjithë njerëzit ishin ulur në hijen e pemës dhe kishin zënë atë. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ul tek pema, atëherë hija e pemës u zhvendos dhe shkoi mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë murgu tha: shikojeni hijen e pemës se si u zhvendos dhe anoi mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu teksa ai pra murgu po qëndronte pranë tyre dhe po i këshillonte ata që të mos e çonin në tokën e romakëve pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse romakët nëse do ta shihnin atë dhe do ta njihnin nga cilësitë e tij, do ta vrisnin. Pra ndërkohë që ishin në një gjendje të tillë, pa pritmas ai u kthye dhe pa 7 burra nga romakët që pa afroheshin drejt tyre. Ai i priti ata dhe u tha: çfarë ju ka sjell këtu? Ata thanë: kemi ardhur sepse ky pejgamber do të dalë këtë muaj dhe nuk ka mbetur asnjë rrugë pa u dërguar njerëz për ta kërkuar atë. Ne u informuam se lajmi i tij është në këtë rrugë. Ai u tha atyre: a ka mbetur pas jush ndonjë më i mirë se sa ju? Pra a ka pas jush njerëz më të mirë se sa ju? Ata thanë: jo, vetëm na është treguar se lajmi i tij është në këtë rrugë. Atëherë ai tha: më tregoni, nëse Allahu dëshiron ta realizojë një çështje, a mundet dikush prej njerëzve që ta pengoj? Ata thanë: jo. Atëherë ata i dhan besën murgut dhe qëndruan pranë tij. Pastaj murgu tha: pashallahu, kush është kujdestari i tij? Pra kujdestari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata thanë: është Abu Talib. Kështu murgu vazhdoi t'i lutej dhe t'i kërkonte me ngulm atij që ta kthenin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra në mënyrë që mos ta vrisin romakët, derisa Abu Talib e ktheu mbrapsht atë, pra në Mekë, dhe po ashtu murgu i furnizoi ata me kulaç dhe vaj, pra i furnizoi ata me ushqim. Robert Allahut, pra siç e dëgjoni, Allahu i lartësuar e ruajti të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam nga rreziku i romakëve, por edhe nga fëllëjësitë dhe të këqijat e ignorancës. Prandaj që ndodhia e çarjes së krahërorit të tij
që përmendëm pak më parë, ishte pastrim për të dërguarin ton sallallahu alaihi wasallam nga pjesa e keqe e shejtanit. Për këtë arsye, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk u përlye në rininë e tij me fillësitë e ignorancës. Dhe prej shembujve të atyre gjërave ndaj të cilave Allahu i lartësuar e ruajti atë është: së pari, Allahu i madhëruar e ruajti atë nga shirku i ignorancës dhe nga adhurimi i idhujve. Kështu nga Zeid ibn Haritha transmetohet se ka thënë: ishte një idhull prej bakri që quhej Isaf dhe Naila. Idhujtarët e pregnin atë gjatë tawafit. Një herë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri tawaf dhe unë bëra tawaf bashkë me të. Pra bëhet fjalë para se të vinte shpallja. Kur kalova pranë tij, pra pranë idhullit, e preka atë. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha: mos e prek atë. Atëherë Zeidi tha: pastaj vazhduam tawafin dhe thash me vete: vërtet do ta prek edhe një herë, që të shoh se çfarë do të ndodh. Kështu e preka përsëri, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: a nuk të ndalova që ta prekësh atë? Zeidi tha: betohem në atë që e nderoj atë dhe ja zbriti librin atij, ai kur nuk ka prekur ndonjë idhull derisa Allahu e nderoi atë me të cilën e nderoi dhe ja zbriti shpalljen. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam një herë i ka thënë Khadijës: ej Khadija, wallahi la a'budu Lata wal Uzza. O Khadija, pasha Allahun unë nuk e adhuroj Latin dhe Uzzan. Së dyti, Allahu i lartësuar e ruajti të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam nga ngrënia e saj që therrej për idhujt, do me thënë nga ato kafshë që thereshin për dikë tjetër përveç Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk hante nga ajo që therej për idhujt, dhe në këtë gjë u pajtua me të edhe Zeid ibn Amr ibn Nufejli. Ndaj nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhu transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam e takoi Zeid ibn Amr ibn Nufejli në fund të Beldehit, pra në një lugin pranë Mekës ose një mal në rrugën e Gjiddes, para se t'i zbriste shpallja profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë profetit sallallahu alaihi wasallam ju ofrua një sofër me ushqim, por ai refuzoi të hante prej saj. Pastaj Zeidi tha: unë nuk ha nga ajo që ju therni për idhujt tuaj, dhe nuk ha veç se nga ajo mbi të cilën është përmendur emri Allahut. Zeidi ibn Amri i qortonte Kurejshet për therjet e tyre dhe thoshte: delet i ka krijuar Allahu. Ai u zbret atyre ujë nga qielli dhe u nxjerr ushqimin nga toka. Pastaj ju i therrni ato në emër të dikujt tjetër përveç Allahut. Këtë gjë ai e bënte duke i refuzuar ata dhe duke u treguar atyre se kjo gjë është shumë e rëndë. Ndërsa së treti, Allahu subhanahu wa taala e ruajti të dërguarin e tij që të mos i zbulohej aureti apo që të dalë lakuriq, përveç një rasti, kur po mbartnin pra gur për ndërtimin e Qabës, ai u rrezua dhe mbeti pa ndjeja dhe ju shfaq aureti i tij. Pastaj pas kësaj ndodhie, atij kur nuk i është shfaqur më aureti i tij. Së katërti, Allahu i lartësuar e udhëzoi të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam që të qëndronte në Arafat para shpalljes, në kundërshtim me bidatin që kishin shpikur populli i tij. Kurejshët quheshin el-Hums, do më thënë ata që tregonin ashpërsi dhe teprim në fenë e tyre. Dhe shejtani i kishte mashtruar ata duke u thënë: nëse ju madhëroni vendet e tjera përveç haremit tuaj, njerëzit do ta nënvlerësojnë haremin tuaj. Për këtë arsye, ata nuk qëndronin në Arafat ditën e Arafatit, ndërsa të gjithë njerëzit e tjerë qëndronin në Arafat.
ndërsa shariati Muhammedit sallallahu alaihi wasallam më vonë erdhi me urdhrin për të qëndruar në Arafat, siç ka thënë Allahu i lartësuar, thumma afidu min haythu afada an-nas. Pastaj shkoni dhe grumbullohuni aty ku shkojnë njerëzit në Arafat. Robert Allahut, cilat janë dobit dhe mësimet që përfitohen nga dëgjimi i këtyre ndodhive dhe ngjarjeve që kanë lidhje me jetën dhe rritjen e tij që ne përmendëm. Le t'i dëgjojmë ato në hutbën e dytë në dashur Allahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Robert Allahut, dobit dhe mësimet që mund përmendëm është së pari në fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allahu nuk ka dërguar asnjë pejgamber veç se ai ka kullotur dele. Në këtë ka argument se burrat nuk duhet të rrinë barë mbi njerëzit, por se të punojnë që të ushqehen nga puna e durve të tyre. Pejgamberët punonin duke kullotur dele që të fitonin pasuri me të cilën të jetonin dhe nuk rrinin dembel duke ju mbështetur të tjerëve. Po ashtu në këtë ka argument edhe për butësinë dhe mëshirën që duhet kemi ndaj kafshëve. Po ashtu në të ka argument se ata që kujdesen për delet, i ruajnë ato, durojnë me to dhe tregojnë mëshirë ndaj tyre, më pas mund të jenë të aftë të kujdesen për popujt dhe kombet. Për këtë arsye nuk ka pasur asnjë pejgamber veç sa ai ka kullotur dele në fillim të jetës së tij, sepse ai që ja del mban në ruajtjen e deleve, ja del mban edhe në udhëheqjen e popujve dhe kombeve. Prandaj kur u dërgua pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam, ai e ruajti umetin, u kujdes për të dhe e mori përdore këtë umet si këshilltar besnik, duke udhëhequr atë drejt xhenetit, gjërësia të cilit është saj qielli dhe toka. Së dyti, në fjalën e murgut Buhajra, drejtuar xhaxhait të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, kur thot unë kam frikë për këtë pejgamber nga hebrejt dhe romakët. Në këtë ka argument për armiqësinë e hebrejve dhe të krishterëve ndaj profetit ton sallallahu alaihi wasallam, para dhe pas shpalljes së tij. Allahu na ka treguar për armiqësinë e tyre në librin e tij, duke thënë: "Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Hebrejt dhe të krishterët nuk do të jenë të kënaqur kurrë me ty derisa ti të ndjekësh fenë e tyre. Po ashtu ai ka thënë: "Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq." Shumë prej tharëve të librit do të dëshironin t'ju kthenin juve pas besimit tuaj në mosbesimtar, nga hasedi, zilia që kanë në vetet e tyre, pasi që u bë qartë e vërteta. Po ashtu ai ka thënë: "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Ata nuk do të pushojnë së luftuari juve derisa t'ju kthejnë nga feja juaj nëse mundet. I tharët e librit në përgjithësi dhe hebrejt në veçanti e urrejnë të dërgurin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i urrejnë dhe muslimanët dhe punojnë ditë e natë për ta luftuar islamin dhe muslimanët. Madje hebrejt bën shumë përpjekje për ta vrarë të dërgurin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej shembujve të kësaj është hadithi i Abu Hurajras radiallahu anhu, i cili thot: "Kur u çlirua Khajberi, të dërgurit e Allahut sallallahu alaihi wasallam ju dhurua një dele e helmuar. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha: mblidhini të gjithë hebrejt që ndodheshin këtu. Kështu ata u mblodhën. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha:
unë do t'ju pyes për diçka, a do të më tregoni të vërtetën për të? Ata thanë, po o Ebul Qasim. A i tha, kush është baba juaj? Ata thanë, baba ynë është filani. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, keni gënjur, baba juaj është filani. Ata thanë, të vërtetën the. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha, a do të më tregoni të vërtetën nëse ju pyes për diçka? Ata thanë, po, nëse ne të gënjejmë ty, atëherë ti do ta njohësh gënjeshtrën ton ashtu sikur se njohë për babain ton. Ai tha, kush janë banorët e zjarrit? Ata thanë, ne do të hyjmë në të për pak kohë, pastaj ju do të hyni pas nesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, po shtrohuni në të, pasha Allahu ne nuk do t'jo pasojmë kurrë në të. Pastaj tha, a do të më tregoni të vërtetën nëse ju pyes për diçka? Ata thanë, po. Ai tha, a keni vendosur helm në këtë dele? Ata thanë, po. Ai u tha atyre, çfarë ju shtyu të bëni këtë? Ata thanë, nëse je gënjeshtar, do të shpëtonim prej teje. E nëse je pejgamber, atëherë ty nuk do të dëmtonte ajo. Allahu i lartësuar ka thënë, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku. Më të vërtetë, do të gjesh se njerëzit me armiqsinë më të madhe ndaj atyre që kanë besuar janë jehudët dhe idhujtarët. Robert Allahut, këto ishin disa dobi dhe mësime shkurtimisht që përfituan nga studimi dhe leximi mbi historinë e lindjes dhe rritjes së të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam. I lutem Allahut të lartësuar që t'i kthej muslimanët tek feja e tij me një kthim të bukur dhe të na bëj për atyre që e lexojnë historinë e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe që nxjerrin dobi dhe mësime të vyera prej saj. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.